Edi Rama e trajton Shqipërinë si një sultanat të tij, si një pronë private dhe regjimin e tij si një regjim kolonial ndaj shqiptarëve. Mediat kanë zbuluar librin famëzi, dosja, në të cilin Edi Rama parashikon, ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si t'ishte pronë e tij përjashton tërë këtë infrastrukturë gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më tegër se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, Kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve. Të imagjinosh zhvillimin e 10 milion metër katror troje të zonave më turistike si butikat në aeroport tax free, do të thotë të vendosish atë sistem nga i cili njerëzimi është ndarë prej kohësh. A mund të imagjinoni ju? Shqipëria është nga më të paktat vende në botë ku miliardierët vinë dhe marrin miliona litra naftë me 1/4 e çmimit që blen fermeri shqiptar. Dhe tani, në librin e tij, Edi Rama, sekret të mbajtur sekret ndaj shqiptarëve, të pa publikuar ndonjëherë, rrjeshton 523 projekte për zhvillim, ndërtim në të 4 anë të vendit.